والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولم تجد له وليا مرشدا أما بعد فالله تبارك وتعالى يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون صدق الله العظيم. Gjëmatë ndershëm, në para se fillojmë me ajetin të cilin e kemi në radhë surat Fatir, e lusim Allahun Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanuh që gjithë muslimanëve anë kanë botës këtë ditë sot kabul t'ja ban inshallah. Never veçanti Allahun e lusim që namazin e ikindijës edhe ibadetet që kemi bërë deri në këtë vakt prej kësaj dite sot t'i pranon Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanuh. Na po kalem sot në ajetin numër 3 në surat Fatir. Bismillahirrahmanirrahim. Ja ejuhën nasu dhkuru ni'mat Allahi alejkum. Allahu Gjelle Gjelaluhu në këtë ajet thrat me emnin e njerëzis. Thrat ja ejuhën nas, o ju njerëz. Nuk thrat o ju besimtar, nuk thrat o ju musliman. Thot o ju njerëz. Për shka Allahu Gjelle Gjelaluhu në këtë ajet nuk në thrat o ju besimtar, për në thrat o ju njerëz. Kurani Kerimi sa i përket thirrjeve dalë në 2 pjesë pothuajse. Ai ja thrat në 3 pjesë në realitet mëdha dhe disa qera. Ja thrat o ju njerëz, ja thrat o ju besimtar, ja thrat o ju gjemë të Ademit. Këtu në këtë ajet në ka thirr o ju njerëz. Çka ka për qëllim athu? Kur të thirrë, kur të tharase Kurani Kerimi o ju njerëz, përfshin muslimonin, përfshin jehudin, e përfshin krishterin, e përfshin ortodoksin, e përfshin protestantin, e përfshin budistin. Ai nuk njeh më në atë rast fe. Dhe ja ju e nas, për shkak se të gjithë janë njerëz. Ato që ka besojnë si na, edhe ato që ka nuk besojnë si na, janë të gjithë në këtë kuptim njerëz. Pse Zoti Gjelle Gjelaluhu në këtë ajet, këtë termin e ka përdor, nuk e ka përdor fjalën besim. Nuk e ka përdor fjalën besim për shkak se pjesët e ajetit që vijnë kanë të bëjnë me një punë e cila i përfshin muslimanët edhe jo muslimanët. Ka thonë udhkuru ni'matallahi alejkum. Të mirat që a kam dhënë, thuni falemender Allahu Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuh. Falemenderoni atë që i ka dhënë. Allahu a veç muslimanëve në këtë botë ju ka dhënë të mira. Në disa pika, në disa bereqete, në disa dhona, prej dhonave që ja ka dhënë Allahu njerit, takohemi me muslimanët edhe me jo muslimanët. Mos do me thonë se vetë muslimanët kanë si. Mos do me thonë që vetëm muslimanëve një metin e veshit ja ka dhënë Allahu. Mos e ka kuptimin që Allahu ju ka dhënë muslimanëve zemra e qeve, ju ka dhënë kashtë mrena në gjoksin e atyre. Jo, të gjithë kanë vesh prej Allahut hedije. Të gjithë kanë sy prej Allahut hedije. Të gjithë kanë zemër prej Allahut hedije. Për atë shkak, nimetet këto tre dhe qera si këto, Allahu Gjelle Gjelaluhu të gjithëve jam ka dhënë. Masi të gjithëve jam ka dhënë, pra të gjithë i thrat që ta dinë faleminder Allahu Gjelle Gjelaluhu të kalojnë këtë fetë nderuar. Në përmet këtive bereqeteve të kalojnë në fejën e Allahut nderuar, të cilën të vetëm e pranon është feja islame. Ka thonë Kurani Kerim në Ali Imran, inna ad-dina inda Allahi l-Islam, kur s'kam pranuar tjetër feja veç islamit. E vetmja feja që e pranojnë është feja islame. Ka thonë udhkuru ni'matallahi alejkum. Në surat Ibrahim në ajetin 24 Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanuhu thot wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Unë ju kam dhënë juve o njerëz min kulli ma sa'altumuh, prej çdo gjë që e keni lip. Çdo gjë që e keni lip jam kam dhënë. A ka një njeri që ka mundësi me ngrejt gishtin me thonë unë Allahu Gjelle Gjelaluhu ja lipa këtë gjë, a i nuk ma dha. A ka mundësi dikush me bo këta? Unë mendoj se mentaliteti është aqi ullët, mendoj se me ju dhonë fjala, njerëzit kishin me ngrejt gishtin, po me thonë, unë ja kam lipa Allahu Gjelle Gjelaluhu këtë gjë s'ma ka dhonë. Ti edhe unë, në qovë se mashtrohemi, me ngrejt gishtin, edhe me thonë se ja kemi lipa Allahu Gjelle Gjelaluhu këte, edhe nuk na i ka dhonë nas bashko rejmë. Nas bashku rajmë, për shkak se jemi në konfrontim, në kundërshtim e sipër me fjalën e Allahu Gjelle Gjelaluhu, a fjala e atij nuk kundërshtohet. Ka thonë min kulli ma sa'altumu, prej gjitha gjonave që i kemi lip jam kam dhënë, gjitha gjonat jam kam dhënë që i ka lip njeriu. Po mirë, unë i lipa me u bë deputet edhe me vota, me popull dashta, me u bë se nuk bona, që ku se nuk bona, a hoq?
që u kri një që se njëm bon. Unë deshta të bon ministri i punëve të brendshme, deshta a luta Allahu xhelle xhelalu, nuk u bon. Kjo veç bren qëtër kanal vllavi imi dashur. A i njoni prej njerëzve ka lip që e dhara filonit bote ati, kjo a lip jasha, kjo a kërkes asha. A i njoni i ka ngrejt dur dhe ka pa filonit shumë shpijen interesant, ta kem shpijen e filonit. Këta a lutja kjo, a që kjo të pranota. Do me thonë, Allahu xhelle xhelalu duhet me i mora të njerëz prej shpije, me i qitë në sokat, të në me të morë, ti e me qëtin shpita ti me të pranu lutja. Kjo sa lutje. Kështu nuk lutë muslimani. Unë po duhet bohem khalife. Allah Rasulullah s.a.s. ka thonë, inna la nu'tiha ahadan sa'alaha. Bashkush lip me u bo minister, si pas islamit nuk meriton me u bo. Nuk gudzon me votu kërkush. Nuk i jipët më ati. Pse e thau, qëfar i leti? Pse e ka lip. Pse po ka qef me u bo. Kush e ngren gishtin, unë po du me u bo mifti. Po kam qef t'jem miftin kumanov. Vet ka tregu se ma kur miftisën bot. Për shkak se Rasulullah i ka thonë, inna la nu'tiha ahadan sa'alaha. Qa i shka e lip të na vet ka kazu se meriton, edhe ati ma nuk i jipët. Dhe me thonë, që ato shka sti ka thonë Allahu xhelle xhelalu, i ke lip pa ven. Atëherë duesh me e fale me nderu Allahun që sti ka thonë. Duesh me thonë, elhamdulillah, zot që s'ma dhave. Kush kujton se kjo fjala, kejt shka i ke lip pranohen, hinë edhe ajo që i ke lip zullum me bo me u pranu, duesh me e fale me ndru Allahun që sta ka pranu. Wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Me i njetë mirat që javë ka dhonë Allahu xhelle xhelalu, thallë zoti së një njeni asniher. Kurani Kerim, mrekulli, mu'gjiza. Si ta folë fjallën me një ven, nuk mohohet mo, nuk rafët me asni fjallë njerëzve që kanë folë në botë, në asni mënirë. Ka thonë me dasht me i njetë mirat që javë ka më dhonë së një njeni. Faktikisht, hala ma precis kuranore, dhe një të mirë prej të mirave të mija që javë ka më dhonë, s'keni mundësi me një. Edhe ato që javë kam marë s'keni mundësi me një, prej të mirave që si javë kam dhonë, as ato. Po, e kemi fjallën të ato shka javë kam dhonë. Kemi thonë doket me një ders prej derseve herët. A ka mundësi me i nimru dikush kokrat e rushit për një vetë shka t'jape Allahu xhelle xhelalu? A ka mundësi dikush me i nimru kokrat e grunit për një verë? Kjo anë e mirë për jetë mirave të Allahut. A ka dikush mundësi me i numru pikat e shiut për një shish ka rraf di orësh? A ka dikush me i numru mundësi me i numru pluskat e borës në këtë dimën? A ka dikush mundësi me i numru frimarjet e veta, më nga pak, leti ato, larga gje, çka bëhet në kodre o çka bëhet në fush? A i ka numru dikush frimarjet e veta, pise ka dit, pise ka nis me ditët e knena? Sa har oksigenin 21% pastër e ka shtin mushknit e veta, a ka pas mundësi? A ka mundësi dikush që i din sa har i ka rraf zemra prej të mirave të Allahu xhelle xhelalu o xhelle shanu? A ka dikush mundësi me dit sa fita uj prej gotave dhe krojnave, burimeve, lumeve i ka pi mllakave në jetën e vetë të Allahut, nimetet mira të Allahu xhelle xhelalu? A ka dikush mundësi me dit sa ka fshata buke dhe sa ka fshata bilmeti i ka fut ngoj jetën e vetë? Edhe në in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Ju të mirat e mia që po ja vjap, po kaloni mbi to, po i shfrytëzoni çish po keni dëshirë, veç me i numërusën nimroni për shkak se unë juve ju kam dhënë shumë. Ju kam dhënë çka keni lip, edhe çka s'keni ditë me lip ju kam dhënë. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Innal insana la zalumun kaffar. Ki njeriu është kanë herë zullumçar, ki njeriu është kanë herë ndomin e vetvetes. Për shkak se ki shpesh herë mendon shtremt. Pse është njeri dhe njerë ndomin e vetvetes? Për shkak se shpesh heraj mendon shtremt. Çka do të thonë mendon shtremt? Do të thonë mendon kundër vetvetes. Mendon kundër atij. Çe për shembull, Allahu xhelle xhelalu i ka dhënë të mira muslimanit dhe jo muslimanit, muslimani me zeqate, me sadaka, me të mira, me shëndete, me ibadet, me namaz, me Ramazan, me zeqat, me tana të mira të falenderojnë Allahu xhelle xhelalu, kurse ni Karunit i thanë jap ju fukarave prej të mirave që t'i dha Allahu, tha innama utituhu ala ilmin indi. E kam fitu këtë pasuri me diturien që pata. Me diturien që pata? Po mirë. Si ta keshe fitu atë pasuri me diturien që ke, na do t'a japë mi prave një obligim, na do t'a japë mi prave një vazife, na do të ngarkojmë edhe me dishka pra mas i pas ka atë shumë dije. Shtëpin që ke ndërtu, vilën që ke ndërtu, soliterin që jeton ti, 27 katë, 50 katë, ju atje në kombët e bashkume, në ndërtasën me 100 katë, që drejtoni botën prej asaj me t'juvën, si kur donë Allahu xhelle xhelaluhu wa xhelle sha'nu, ta lohat prej poshtë ata, a i keni mundësit me nal?
i keni mundësit me majt me durët e juve ata shtangë mëslihatët edhe mësderët? Thanë Japoni se na do të ndërtojmë Shkupin mas viti 63 me ndërtesa të cilët në bazament poshtë do t'ju nëjmë federa edhe me udril toka mo nuk do të shemën ato. Kështu do të ndërtojmë Shkupin. Thanë njerëzit të na, Allahu Akbar, ku ka shku shkenca japoneze, ndërtesën me feder direkt, që ajo me ulohat prej dridhjes tokës, me sbrami me metë vetën e vetë, me metë në vendin e vetë. Ju bojmë selam japonezve, këta mës të bojnë Shkup, të bojnë në Kuba, këta, në Kobe të bojnë. A që në Japoni, ashtë me një venë, a që kush e di verës, shka ka ndodhë vera që kaloj, e din mirë, s'ka nevoj mi kalzu. A që të bojnë ato? Ka thonë Kurani Kerim, hel min yarzuqukum min as-sama, hel min khaliqin ghayru Allah. A keni qëtër kryus veç Allahu Jalla Jalalu, yarzuqukum min as-sama, ju jap me hangër prej qielli. Kurani Kerimi kështu thot. Edhe ai sot drejt me krenari, ju jap me hangër prej qielli krijuesi ju. Allahu Jalla edhe prej toke. Kështu ka thon, prej qielli wal ard, prej toke. Pse Allahu Jalla Jalaluhu me na thon Kurani Kerim, ju jap me hangër prej qielli, atë korrat i kemi në tokë. Pse kështu? Se ka radhit tokën me ispari, në tokë korrim, tokë mjellin. Po e ka radhit kështu, e thonë yarzuqukum min as-sama, ju jap me hangër prej qielli edhe prej toke. Ka një ajet në Kurani Kerim, Allahu Jalla Jalaluhu e shpjegon qartë, thot kështu. Ala awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Thot ase shohin njerëzit që nuk kanë besim se toka dhe qielli kanë qenë një herë më herët një planet, kanë qenë një bosht, kanë qenë një top, e pastaj çdo gjë kemi dhënë në veti, njënja prej planetave najra është rruzulli toksor ju ku jetoni. Ta thoni Ibn Abbasi, ratqan do me thonë, ka qenë toka e fat. Allahu Jalla Jalaluhu ka thoni kemi zbrit shi, ka nis me bi, e kam fjalën për parat kokra në botë. Kemi zbrit shi mbi ta, ka nis me bi varri dhe bereqeti. Farat kujnë janë? Farat janë të Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanu. S'ka mundësi me u krenu kërkosh me thonë, na kemi farat janë tona, na kemi u pit në stanica, na gje, i bojmë ato elementet faristike dhe qesni farat në loj farën pazar. Ku akon, njoni kështu thot, ajde ma oqë, farat kanë të Allahut. Ku akon e s'ka jedën para 200 vetëve. Ku akon i bridi para 100 vetëve. Tja e jenë men ajo, di shkenca shka ka bo. Shkenca ka bo kalamo që s'ka jedën, shkenca ka bo, ajo shkenca e dhoje ka bo e s'ka jedën. A janë vote shërët e të katunit njajtë? Mirë. A ka fabrik me ndërtu vo? Fabrik serike për prodhimin e vove? Jo vlave jam i dashur. Pula duhet me pas për vove, ama koncentrati i ka bo ato vote dopta. A kurse kjo fara bereqiti i katunit, e bari i katunit prodhojnë qera, ama prap vove, kur gjonë sa bo? Prap ashtë bo kalamoq, farat janë të Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanu. Ato kanë dasht edhe njeri me ndërtu e s'ka jedan. Ku? At-tiflu fil anabib. Fëmin e provet. A ishte fjala pa? Fëmin shishe. A kaloj? A kaloj? Nuk kaloj ajo. As që do të kalon as një herë. Jemi çudit në hoxhallarët. Më në turp me thonë në ulemat se unë jam nxanës, nuk e i takoj ulemave, ato ulemat janë shana kanë mësu neve njerës mëdhaj shumë, na jemi nxanësët e ative, pra në nxanësët e fes, jemi pas çudit. 4.000 gra e lajmërojnë vetë, 4.000 gra shkojnë në spital për 30 dit, i nxerrin fëmijët prej shishës Allahu Jalla Jalaluhu i qesin tokë, nuk e këshirin këtë problem, shkojnë me ndërtu një carok në shishe. Ka prapa, ka rëshit e vërteta prej shines, ka rëshit e vërteta prej binarit. Qka për maron të në shishe, Allah vjen. Këtonë Allahu Jalla Jalaluhu me miliona shishe të ati, ku e proveta, ku e ndërton edhe e rritë fëmijën, si ashtë ma mirë, si ashtë ma bukur, edhe ti hiq gajle se kje, ben, flen, shkon fush, ven, rrin, a i rritët vetë, asë që ka nevoj me argjit rrim, asë që ne ka nevoj për bateria, asë që ka nevoj për veshtachka gjubre, për kur gjonë s'ka nevoj, kejt gjonat janë në venin e vetë, gjdo gjonë, jo, me shku në spital me urdu në tokë, atje me maru njën e provetë, këta janë kontradiktore, këto gjona, këta janë paradoksale, me mendën e shnosht njerëzve që jetojnë mbi tokë. Gjëmatë ndërshëm, Allahu Jalla Jalaluhu ka thonë Kurani Kerim, këtham të ajeti jem, hel min khalikin gajru Allah, yarzuqukum min as-sama, ka thonë japë me hangër prej qielli. Pse prej qielli, pse prej toke jo? Tham,
në tokë. Kush e ma men bukur prej bujqve, a kejt e din me ndoj, edhe trit bile edhe flesh për shkak se sa moti. Në vitin 85, këti shekullin 85-ën, para 14 viteve, 15, asat dusha 10, 11 vite. A kemi pas qitara na? Toka kemi pas. A kemi pru diçka prej tokës? Pse spatëm kur gjonë tokë? Tokë patëm, po në tokë spatëm, pse prej si për spatëm. Do të thot, kur të ndalojë Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanu, ate që a i prej nalë të lishon, me të cilin ashtë rëzki jonë, shumë ngusht i lidhën, s'ka prej toke gjonë. Toka shka pra? Toka është ajo tepsia. Toka është ajo tepsia, ku fukaraja s'ka shka menun ta. Deri kur? Deri sa pasanëkët më zbinë të dera. Që ka toka jote? Arat e tua. Ashtë tepsi fukaraje. Zëngini prej nalë, si më shtrojën ta gjo, s'ka shka me hongër të sofër. Ja toka. Prej nalë. Ka thonë Kurani Kerim, Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanu, wa rizkukum fis samai wa ma tu'adun. Në suratu Dhariyat, ajeti 14. Wa rizkukum fis samai wa ma tu'adun. Të më falni ajeti 22. Në suratu Dhariyat, ajeti numër 22. Ka thonë, rëzki i juaj ashtë në qilë, jo në tokë. Rëzki juaj ashtë në qilë nalë. Pse kështu? Gjëmatin dërshë. Allahu Gjelle Gjelaluhu këtë fjallë të madhe, e ka lidhë me dishka qetër në tokë. Me shka ka lidhë atë? Ka thonë pra, namazet kër i bani ju muslimanët, a u këthani dika? Kër u falni, a u këthani dika? U këthani ka këbla normal. Pra namazet i këbles kusha? Qabja. Kusha është këbla doas? A këbla namazet kusha? Qabja. Kusha këbla lutjeve shka e bojmë na? Ka është lutja ka këblën? Na i këthejmë durët ka qabja, që shtë lutëmja, na në qimet në zemi atëhera? Jo, na i këthejmë durët për petë, na lutëmi nalt, na lutëm Allahun Gjelle Gjelalu me durët ka qieli kur kemi nevojët e tona. Pra ka thonë, rëzkin e keni nalt, duni me lutë Allahun Gjelle Gjelalu. Për të mira që javë ka thonë, duni me ula, borgji ju duhet me ula. A Allahu Gjelle Gjelalu nuk na ka lip neve pun të ranë, për me la borgjin me tem për të mira që ne i ka thonë. Nuk na ka lip pun të rana. Shka na ka thonë? Ai nuk na tha neve për me ma dit mu faleminar, dil të ashot dërtesën 200 katë. Ai nuk na ka thonë neve, si cili për juve ka një gjami 100 metre me 100, ndash me mdallë hakut. Nuk na ka lip si kushtet rana. Ai shka ka thonë? Kur gjon ka thonë? Udhkuru ni'mat Allah. Vetëm di fjalë hu, thuj, o Zot falemindar, me kaq ka thonë e lën borxhin me mua. Thuj, o Zot falemindar, thuj elhamdulillah bitis, s'ka problem. Thuj elhamdulillah me Allahun Gjelle Gjelalu e Krim, se pasaniki nuk do të dera me të majtë shumë. Kur ti qenë se pasaniki parët prej gjepit lidhura me pe, e ka boni jetë me të adhëm me t'i dhonë, nuk ka qef me i shku mas për së kaki. A keni vurohet dëni njeri, dëni pasanik, dëni bugj, i ka nëzër 5.000 marka dhe i ka lidhë me pe, i ka dalë ditën e pazarit, do me gjithë njonin që ka me ndonë se që ati i banë me jadhon, edhe ja shlon në dorë, në bitë pazar. Ja shlon në dorë. Kjo rifi pa i par një jetën e vetë, kur gjatë në molli, kur e ka marë, e shti përdo me ju falemendërua e me ju në gjitë për kaputi, ka të hecaj në përsherë. A duron a i zëngini? A i nuk lejon vetën që asë poshtë me u fut. A i nuk lejon vetën që bashtën që atë halë me ra. A i thot, hajtë shko. Tha me faleminarë kur i mori, po, hecë. Se falë ti kam dhonë. Nuk ti kam dhonë për me më shku mas ka të shkoj une. Allahu Gjelle Gjelalu, qka ka në këtë botë prej kërë ka kriju botën, kejt njërzijës ja ka thonë falë, edhe nuk e ka angazhu me asi felemindrimi që se ne ban, po ka thonë, thuj, elhamdulillah, me ka që krinë me muë, edhe hasë shko bani punë të tua. Thuj, elhamdulillah, nuk kërkoj shumë, unë halabile e kam njetë me dhonë, në këtë verë që po del, shumë e kam njetë me dhonë pa pare, në të dharën qetre e kam njetë halama shumë me dhonë pa pare. Ka thonë, warizkukum fis sama, wa ma tu'adun, alladhi ja'ala lakum al-arda firasha, was-samaa binaa, wa anzala min as-samaa'i ma'an, فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فالله جل جلاله سورة البقرة أش أي الزط يم أن أي الزط يسلي أكم بوت شيء لندرتاس شملارت برياتي كم زبري برينالسية دم ثم بريميجو لبه كم زبري شيء برتنزير كوكرا برتي أو يري ثوي فلا تجعلوا لله أندادا مسن بانشت مس نيف مشروم سنزط مس نيف كتر كان بشموه مس فلا من دنا كتر كان سفارة يم تمية تو كان شيء شيميا شيء ti je i jemi, fuqin që ta kam dhonë, ashe jemi, dëshirat që ta kam dhonë, janë të mijat, mendën që ta kam dhonë me punu janë të mijat, kejt këto faktikisht janë të mijat, thuj, elhamdulillah, me mu e lan, me mu e ban mirë, unë halat japë pa pare.
وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا سورة النبأ آية numër 14. Allahu Gjelle Gjelalu thot kemi zbrit prej mjegullave shi ujë të freskët, ma'an thajjaja, ujë të freskët, ujë të pastër. Pse muasirat? Muasirat shqip xhamatin ndarshëm do me thonë shtrillëse. E ka fjalën për mjegullat, prej shtrillëseve. Sikur se ato kur po shtrill kanë zara për mera ato pikat limonit bukur prej mjegullave në tokë. Mirë po jo prej sicilës mjegull bjen shi. Jo prej sicilës mjegull bjen shi. Po bjen shi prej asaj mjegullë që Allahu don me ra, duhet më plotsu kushte. Cilët kushte duhet më plotsu? Duhet më min kullin khalaqna zawjayn ithnayn, prej çdo gjës kemi kriju femën edhe mashkull. Edhe mjegullat janë femën edhe mashkull. Megjithëse në shkencë nifën ka me qetër emën, në fe nisën me qetër emën, ama çaja problematika. Në shkencë nifën me emrin elektricitet plus minus, kurse në fe nifën me emrin femën, mjegulla femën edhe mjegulla mashkull. Do të thot, na shke njonja, na shqetra ashe vërtet, prej pa vërtetave pa mohushme, pa u taku femën edhe mashkull, pa u bëja elektricitet pozitiv dhe negativ. Allahu Gjelle Gjelalu, pa shku ato megla në atë vendin ku bin në gradën e temperaturës dur për të shtridh ujë prej ative, ashtu si që ka thonë Allahu në Kurani Kerim, wa anzalna minas sahabi, jo, wa anzalna minal mu'asirat, kemi zbrit prej shtridhëseve pika shtridhunat pastra. Pse të shtridhën? Pse fjallën shtridhën? Kur lajnë gratë petka, masit i lajnë mirë, i krinë mo kejtë punë, ma i smrami, shka ju bojnë? Shka ju bojnë ma i smrami? I shtridhin, a banë me i lanë pa shtridhin? Kur ta shtridhin gratë peshen e lame, ma në fund edhe shprishin prapë për me eterë, shfar bindje kanë fitu mrena në shpirtin e ative? Kanë fitu bindjet se ma qëtër uj nuk ka nevoj i këtive me uqit, këto pika që po pikojnë janë të pastra mos ka lom ta. Me shtridh. Limonin kër e shtridh mrena, limonin kër e pra, qka i ban? Limonin e shtridh, shka nëzër prej ati? Nëzër pika me plun, nëzër pikat për langta, nëzër pikat e pastrat ati, pa kur një në gjatë qëtër te, pa kur një të pritë, të damshme, ashtu portokallin kër e shtridh, ashtu bananën, edhe qëtërën, çdo gjatë, rushin, çdo gjatë, që ka shtridhët. Allahu Gjelle Gjelalu kështu ka dash me nga tregu se ato ato mjegulla janë aq elementi pasër kur ti shtridhi unë e femën dhe mashkull bjen ajo pik të cilës duesh ti si njeri posa të bjerën kokën tone e para pik. Allahu Gjelle Gjelalu me i thonë elhamdulillah se po ti nala që ato pika prej nalt, po ti nala që ato pika prej nalt, ke për detir me i fitu bindjet për drejt për drejti, ke je i lirë me i fitu bindjet drejt për drejti, se prej asaj parmenës tane, prej ati plugit tanë, prej asaj kupacitës tane, prej ati traktorit tanë, nuk del gjan. Nuk del gjan prej ati. Shka ban bujku? Bujku shkon në arën e vetë në veshti qëtë farat, ose prej farave pranë verës, edhe shka thot aj masit a krije? E ka vlaqit, e ka rafshu, e ka bo për merak, shka thot aj majs brami? Edhe më stasht me goj, mrena, më stasht me goj, mrena, ka idiota nuk thojnë gjan, ka idiota shka s'kan besim thojnë, kështu thojnë do. Mora e ka me dhanë. Ka ki gjetë këtë mora, madejnë kusha kjo mora a jote? Madejnë e kuja kjo mora a jote? Kuj ti a banë mora me të dhanë? Me ka jetu full? E po, kështu o gjo? Mora, se si ta punojsha mora. Mirë me burë. Unë që po bajnë këtu në gjami që ta shket punë që po e bajnë. Una po e bëjnë shka ka njerin këtë raf me besu në këta fjallë që pi foli? Po. E po ashtë mora ketë me besu pra? Jo. A u kri, e ketë qartë. Si tjetë që ajo jo t'ja mora më të dhonë në aragje, edhe kjo am mora, edhe kjo am pa tjetër pra. Se punën për e bajnë, hizmetin për e bajnë, ketë fjallë për i folim, nuk për rezervohemi. E kemi ba shëndetin tonë, harabate kemi ba për ta folë fjallën e vërtet për rezervë. A u ba kejta? A janë kejtë në gjami? A janë kejtë në gjuma? A janë kejtë në Ramazan? A janë kejtë në drek? Jo. Pra jo pa tjetër. Po me qka? Me dëshirën e Allahu Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanu. Vetëm ajë si të dënë. Po e ceki prap një rast prej rasteve në Egjipt. Në kohën e Jusufit a.s. ashe qartë të gjemate dhe ditur se a që një harës patrashi 7 vite as një pikë. Mendon ti se ato në tokë ato vitës kanë pas punu gjoha? Jo, toka a punu prej dorës bujkut.
ama 7 vjet s'ka piku gjon. Për atë shkak, mbreti i Egjiptit kur e pa në ëndër se 7 lop zaifta po i han 7 lop trasha, u çu prej xhumit Allahu, çka kjo gjon kështu? Çka kjo ëndër? 7 lop zaifta po i han 7 lop trasha, seba bakaratin simanin yakulun në seba lijat. Pa ka dikush kush ma komenton këtë ëndër të komplikuar kështu. Tha nash njon burga gje. Nash njon burg njoni, tha unë kam nejt me ta në burg bashk, e kur shifsh minat burgos mi ta ndra këjtaj na spjegoj ke. Tha shkoni vetne. Kush ish në burg? Në burg ishte i dashur e Allahu xhalla xhelaluhu ve xhalla shanu. Kush ish mrat? Azizi ishte mrat në Egjipt. Kush ishte faktikisht i burgosën? I burgosën ishte Azizi për shkak se nuk ish musliman, edhe ishte zullumqar. Ai kush ishte i lirë, ishte i dashur i pejgamberit i lirë. Në burg ishte, ama mrenda ishte i lirë. Mrenda në shpirt ishte i lirë. Ata e pat kap në burg rahmeti Allahu xhalla xhelaluhu ve xhalla shanu i spjeguam dersat që kalun në Ramazan. Tha po. Mreti tha ka pa një ëndër. Tha çfarë ëndër ka pa mreti? 7 lop zaifta po i han 7 lop trasha. A mundesh me spjegu këtë? Tha si jo, s'ka problem. Tazraun 7 sinin da'aba. Fama hasabtum fadharuhu fi sumbulih. Thumma yati min ba'di dhalika 7 shidad. Tha burra, keni kujdes. Tha do të vinë 7 vite shumë me bereqet madh. Mellni edhe korni, mos e fshini lam, linën kallish kata korni 7 vit. Se mas ative do të vinë 7 vite pa asnjë kokë, le të keni buk. Tha kjo është ëndra e mretit, shkoni kallzoni. Kjo është ëndra e tij. 7 vite asnjë pikë, e kanë punu, s'ka. Prej poshtë nuk ka si mos ketë prej nalt. Të mirat të cilat i shfrytëzon njeriu bazën ka kanë prej toka prej qielli. Të mirat të cilat i shfrytëzon njeriu në këtë botë e kanë bazën prej qielli, jo prej toke. Vahji prej ka binaj, vahji Kurani Kerimi, Tevrati, Zeburi, Injili, prej ka kanë prej ardhën, prej toka prej qielli. Fjala Allahu xhalla xhelalu prej ka binaj, në cilën baçë mellët, prej Allahu xhalla xhelalu. Drasa azez të shkolla an tokë në po dashtrime an nur nalta e varme. Ku është numra ajo? Pse dituria ka vënë nalt. Koka e cila ban trunin elementin më të bukur, atë gujta është e kam poshtë e kpucët, a mas nalti prej keve ka vënë. Ku e ka vënë truni? Parlamenti i njeriut, me shumë njerëz, me 555 deputet mrena, ku e ka vënë? Mbi qaf, nalt. Për atë mdojat, ato që vendosin, nalt e kanë vënë. Ato elemente që vendosin, nalt e kanë vënë. Qielli i vendos gjonat, jo toka. Toka vendos vetëm pak diçka, një pjesë, atë që atë madhen e vendos qielli. Për çat Allahu xhalla xhelalu ka thonë: "Wa rizqukum fis sama", rrezkin e keni në qiell, jo poshtë. Rrezkin e keni në qiell. Nalt, si të ketë prej nalt, ka poshtë, s'ka prej nalt, s'ka poshtë. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. Allahu qartë ka spjegu, ka thonë për zbriti këto pika për me javëzer kokrat. Me javëdhan kokrat prej toke me hangër. Me hangër në madit faleminar. Wa jannatin alfafa. Loj kopshti, loj bache, loj jeshili, loj gjelbrimi, loj peme, loj fryti. Për ka? Këto loje të gjitha për ka? Edhe më omen yattaqillah. Për që atësh ka Allahu xhalla xhelalu i tutën. Çka ka për ato këto? Yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Ative shkam tutën mua, mos të kenë dert se ja vjap në mënyrën që ata nuk e dinë. Ja vjap me hangër, ju jap me hangër në mënyrën që ata nuk e dinë. As se dinë prej kahit vela. Ata që më tutën. Këtu nuk e kam fjalën që tash unë për gjithë njerëzit. As Allahu xhalla xhelalu në Kur'anin e Kerim, po për rastet veçanta edhe njerëz të veçantë. Në rastet veçanta edhe njerëzve të veçantë, Allahu xhalla xhelalu i jap me hangër prej ka, ata nuk e kujtojnë. Maryemi, nana e Isa alayhis salamit, ajo gruaja më ndershme për të cilën Allahu xhalla xhelalu në Kur'anin e Kerim ka thonë: "Ya Maryamu, inna Allaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin." O nana e Isës, unë të kam zgjell tije, edhe të kam zgjell prej të zgjellurave, të kam bë zonja e grave të botës kohës tonë. Zonja e grave të rruzullit toksor të zamanit tanë. Kur i ka lind Isa alayhis salam, gjallë pa bab. Ngjarja është gjatë, nuk jam në histori unë. Grave, kur t'ju lindin fëmijët, prej jetës që kalojnë prej lindje deri në fund, do në arë gripe flap, do në arë smundje tronë edhe të letë, mirë, po kur më të smuta edhe kur më dobta për kaona e fuqis nuk janë se në momentin e lindjes fëmijët. Kam thonë mjekët, në me divatlave, me qenë se i bjenë me kokë të spive,
në atë moment ndodh të erit e vdekja, aq janë dobta në momentin e lindjes. Mes dy vetlave, me testi me jura, vdesin. Aq asi, edhe kjo është evidente se aq janë dobta. Kur i ka lind Isa Merjemit, Isa a.s. Foshnje, pejgamberi Allahu xhalla xhelaluhu, po ai lind mrekulli. Kana mirë, si pas reguloreve, grave masi që lindin fëmit, me ju dhanë me hangër diçka amël. Ashtë regull, ashtë shumë mirë. Me ju dhanë në ato momente amël diçka me hangër. Ulemat kanë preferu që grave kur që lindin fëmit, që i pët shmet ka hajvanve. Ta ku në derdhën, ashtë mirë shumë. Po në atë momentin më njëherë, diçka prej amëlsinave. Allahu gjelle zelaluhu wa gjelle shanu, Merjemit në momentin e pas lindjes shfoshnjes asa Isa a.s. në ka lëzonë në Kurani Kerim, shka i ka thonë? Ka thonë, ja Merjemu, oj nona këti gjali të shenjt, këti gjali të cili pejgamber do t'jetë nesër. Huzzi i lejki bi gjitha i nakhleti të sakitu alejki ruta benxenia. Shkune pak këtë trupin e kësaj hurmës, dimnit fat, do t'jep hurmat njomat buta tamla me hangër. Unë nuk e kam fjallin se shfar hurma do t'haja ajo. Hurmat janë buta, janë tamla, janë të mira shumë, janë freskta, janë fuqi, i kanë sheqer mrena, kanë amëlsin mrena, kanë tënat mirat. Pejgamberi ka thonë, kush ka me veti tamël edhe hurma, si t'ket hu prej shëshnis, mës jabani dirtin, se keti ka me veti. Hurma si t'ket me buk me uj me shka ka me veti i ka. Tamël si t'ket me buk me uj me shka ka i ka me veti. Ka thonë, mos e mërzitni, ses nuk shkon poshtë. Po këtu se kam fjallin se shka do t'haja, jo kam fjallin qëtër kun. Edhe në momentin kur je ma i dobet, kur s'mundesh kam të tua me qindru, si dush me hangër, që tash si të mdoni në gjoni me kujdes për desën e sotit dole keni. Në momentin ma dëvështir, në momentin kur je ma i dobet, në momentin kur je ma i pamundshëm, si dush me hangër ka thonë, fehuzzi, shkone pak, a pepa e shkun s'ka. S'ka në hazër. Mujka Allahu Gjelle Gjelaluhu me jaqo Gjibrilin, drejt me hurë mdore dhe drejt në goj. A thonë, fehuzzi i lejki bi gjitha i nakhleti. Shkune pak, këtë trupin. Shko me shkun, fëmija ka linda, thamë, që sfar dopsie, kush me shkun? Ska që të rrug dalje. Shkune. Me qatë dopsi që e ke, pa punë s'ka me hangër. Nuk ka me hangër pa e lujt. Shkune. Ani se je i dobet, s'prish punë, sa ke aq, livrite trupin e hurmës, do t'japim rota benxenia, do t'japim hurmat buta. Ama me lehar, me livrit. Ki dina është mrekulli prej vetë. Ki dina është mrekulli me çdo fjalë që ka folë Allahu Gjelle Gjelaluhu në ta. Gjëmatin ndershëm. Ka thonë, ja ju e nësë dhkuru ni'mat Allah, o ju njerëz përmendni të mirat që ja u kam dhanë, me faleminderim do thonë përmendni. Hel min khalikin gairullah, a ka krijues tjetër veç atij, la ilaha illa hu, s'ka tjetër Allah veç atij që na jemi të bu për ta besuar dhe për ta adhuruar atë. Ka thonë, fa anna tu'fakun. Edhe çito ka thonë Allahu në Kur'anin e Kerim, masi ti ndigjoni, ja kthani shpinën na. Njerëzies tërë ditën e Kiametit ju ka thonë, edhe mas dëgjimit këtive ajeteve të mrekullueshëm, ja kthani shpinën kësaj, edhe u bani me në mdhaj. Ja, si ta punojsh, Allah i pa tjetër me ta dhanë. Si doje ta jep. A ke qeni shëndosh? Realitet, që kam qeni shëndosh, kur gjosëm ka dhimë një arëmoti, a je i smut? Po, a ka pas Allah mora me talon shëndetin? Se ka pas, ta ka marë u kri. A ke qeni gjallë? Po, sa vjeqar ke vdik? 35. A sa kon mora me talon si qera që ati qetrit në 85? A s'bajnë kje dhe ti, po që i ki pas kejtë kushtë, ti pate kam, ti pate kra, ti pate dur, ti pate vesh, ti pate tanat mirat, shkove. U krije jotja, e maraj, a i qetri po e vazhdojnë, tëri 120 a gjë. Se edhe ti mora jo, po vetaj, me ka është e lidhën gjdo gjo e ka penin e vetë, lidhën dorën e Allahu Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanu ka thonë Kurani Kerim, kullun jejri li ajalin musamma. E gjithë kjo çka pe shohim me Allah që nuk e shohim e ka kufinin e vet deri ku arrin. Xhamatin ndershëm, na sot me kaq do krim dersën e sotit prej juve edhe prej gjithë muslimanëve anë kanë botës Allahu Xhelle Xhelalu në këtë namaz që ndije u bëft razi inshallah. Ata që namazin që ndije sot se kanë fal hala, ka shumë që se kanë fal, gjimsa e botës hala se ka fal. Allahu Xhelle Xhelalu Xhelle Shanu ja bëft let edhe ja bëft namazin e qinies kabul inshallah me sprami edhe namazin e ditën e agjerimit inshallah deri në iftar Allahu gjithë muslimanëve marrë mirë dhe letë dhe kabul ja ya rabbal alamin. Lillahi al-Fatiha.